I shkreu I urdhrit të stomatologut Nikol Deta përfundon pas hekurave. Gjykata e shkallës së parë në Tiranë ka vendosur masën më të rëndë të sigurisë, arrest në burg ndaj tij, pas një hetimi të theduar të prokurorisë dhe seksionit për hetimet e krimeve ekonomike dhe financiare. Sipas organit akuzës, Deta përballet me 3 akuza penale: vjedhje duke shpërdoruar detyrën, shpërdorim detyre dhe veprime të kundërshtim me vendimet e gjykatës. Hetimet nisën pas një kallëzimi të bërë nga një qytetar, I cili pretendon se Deta kishte abuzuar me buxhetin dhe financat e institucioneve që ai drejtonte. Nga dokumentet e siguruara për hetuesve, rezulton se buxheti I urdhrit të stomatologut është rritur në mënyrë të pazakontë nga 38.5 milion lek në vitin 2020 në mbi 125 milion lek në vitin 2022. Kjo rritje sipas prokurorisë nuk shoqërohet me dokumentacionin mbështetës që ta justifikoi, duke ngritur dyshime të forta për keq shpërdorim fondesh dhe përfitimet palishme personale. Në fokus të hetimit janë edhe investimet të dyshimta, përfshirë blerjen e një godine në emër të institucionit ku dyshohet se janë shkelur rregullat financiare dhe procedurat ligjore të prokurimit publik. Prokuria thekson gjithashtu se Nikol Deta ka vepruar për vite me radhë në mënyrë të centralizuar dhe abuzive, duke përqendruar kompetenca të mëdha në dorën e tij, manipuluar vendimarrjen e Këshillit Kombëtar dhe punësuar familjar në struktura kyçe të institucionit duke cënuar integritetin e administrimit publik. Hetuesit vlerësojnë se sjellja e tij gjatë procedurave hetimore ka qenë pengesë në përpjekje të vazhdueshme për të shmangur përgjegjësinë dhe për të ndikuar në provat që rëndojnë ndaj tij. Për më tepër, ai ndodhet tashmë në hetim edhe për një çështje tjetër penale të ngjashme, duke përforcuar bindjen e prokurorisë për rrezikun e lartë të përsëritjes së veprës penale. Në këtë kontekst, masa e arrestit me burg është vlerësuar si e domosdoshme për të garantuar vijimin normal të hetimeve, për të mbrojtur provat dhe për të siguruar që procesi gjyqësor të mos ndikohet. Rasti I Nikol Detës ngresh sërish shqetësime mbi mënyrën se si drejtohen organizmat që rregullojnë profesionet në vendin tonë dhe mungesa e transparencës në menaxhimin e fondeve publike, veçanërisht në sektorin e shëndetësisë.